Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur virgjëresh. Do bëjmë leximin e radhës apo javës për ju. Dhe duket kogja një lexim i bukur. Doa të filloj me letrën 9 të lajthive që quhen dhe tregon në fakt që keni punuar jashtë mase për diçka. Keni mbjellur shumë fara për diçka dhe tani je shumë pranë asaj ndjenjes së përmbushjes. Është letra e kënaqësisë, është letra asaj që sikur keni filluar dhe ndjeni dhe më shumë të plotësuar, janë të fituar me mund absolutisht, është qoftë emocionalisht, materialisht apo në ndonjë fushë tjetër ku keni investuar gjithë energjinë e juaj të dashur virgjëresha. Por në zemër të leximit kam Dana. Dana që është një priftëreshe apo papneshe, si quajnë në vende të tjera, një letër shumë e fuqishme, se ka dhe atë krunën mbi kokën e saj, që tregon dhe ju kujton se je një burim dijesh dhe fuqie shpirtërore të dashur virgjëresha. Ke një mençuri të lindur që jo vetëm ndihmon veten tënde, por edhe të tjerët e kush tjetër për virgjëreshës, absolutisht. Dana të fton të pranor dhe të përdorësh këtë forcë të mbrëmshme të dashur virgjëreshe që ke ndoshta më shumë se kurrë më përpara. Do thosha ndoshta këtu, si që shikoj dhe letra tjera, absolutisht një fokus i madh tek vetja juaj. Tretë, gjethes, të dashur, tregon se ka hapa ende të vegjël për të bërë, ndoshta një bashkëpunim përmes vlerësimit të vogëlsive të jetës, është një ftesë për të ndjekur rritjen hap pas hapi, pa presion, duke vlerësuar procesin çdo ditë. Shikoni këtu të lodhur, të mërzitur, ka akoma ca gjëra që duhet bërë për të arritur aty. Por, siç thash këtu, keni fuqinë që nuk e ka kush në këtë energji të sotme. Keni mbjellur farat, keni bërë të gjitha, por ka akoma aty këtu gjëra që duhet bërë. Dhe kulmi, letra më e bukur. Tani këtu dhe prandaj është jo më kot ku e kam diellin, ja ku është dielli të dashur, dua dhe t'ju motivoj më shumë nga që kjo është rezultati, ja ku është dielli. Dielli është më e ndritshmja, më pozitivja në të gjithë tarotin të dashur. Thot sukses, gëzim, lumturi janë të garantuara të dashur virgjëresha për ty nëse e ndjek këtë rrugë, nëse vazhdon kështu. Do thotë mos të bëni as edhe një ndryshim në çfarëdo që jeni duke bërë. Durimi dhe gëzimi i juaj, durimit për atë gëzim të juaj po i vjen fundi, pavarësisht se është rritur gradualisht, por është këtu dhe do qëndroj një kohë të gjatë në jetët e juaja. Pra, jeni në një moment ku gjithçka që ke mbjell po fillon në fakt të jap frutet e veta. Mos dysho absolutisht në veten tënde, në njohurit, në forcën, në gjërat që ke bërë, nga që të gjitha janë këto të vërteta të dashur virgjëresh. Vazhdo të ecësh me hapa. Qofshin dhe të vegjël absolutisht, duke shijuar procesin dhe duke ndriçuar veten dhe të tjerët me dritën e këtij dielli që është me ju sot të dashur virgjëresha. Faleminderit që ishit këtu me mua. Nëse ky lexim të dha diçka sot, sado të vogël, edhe herën tjetër, këtu gjithmonë do gjesh diçka që flet me ty apo për ty, qofshi bekuar të dashur virgjëresh.